Të nderuar pjesëmarrës, Policia e Shtetit sot prezanton masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026. Për të gjithë pushuesit vendas dhe të huaj, si dhe për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe të sigurta të pushuesve në hapësirën ujore, për notim dhe argëtim. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit, drejtues Mador Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit. Mirëmëngjes gjithëve, i nderuar ministër, i nderuar komandanti Forcës Detare, të nderuar kolegë Guardia di Financës, të dashur punonjës Policisë Shtetit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin tonë jo vetëm për bukuritë natyrore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për Policinë e Shtetit. Shifrat e larta turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri, ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal e europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për Policinë e Shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, Policia e Shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësi të territorit, veçanërisht në qendra turistike, ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disa vit tashmë praninë efektive me biçikleta në zonat pedonale dhe përgjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejt për drejt me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit të sigurisë detare dhe ujore në tërësi, nëpërmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e Policisë Shtetit në favor zbatimit të ligjshmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes së jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzemërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen përgjatë gjithë vijës bregdetare, në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare, që për vit është në mbështetjen tonë dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprera dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë,
duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plotë dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndërinstitucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustite në tejkalim të orarit të përcaktuar me ligj, janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurrësi qetësinë e të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprer. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër viti në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve zën Forca Kombëtare e Sigurisë, Policia Alpine, Delta Force dhe Forca Speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërësi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Të nderuar kolegë, treguesit e vitit kaluar shprehin se kemi bërë hapa përpara të rëndësishëm dhe përsa i përket përmbushjes së detyrave funksionale, elementi i cili ka bërë që pritshmëria e qytetarëve, pushuesve dhe vizitorëve të jenë ndaj nesh edhe më të lartë. Por siguria është komponent shumë i gjerë dhe kontribues janë të gjithë aktorët dhe faktorët që i ngarkon ligji, ndaj bashkëpunimi dhe koordinimi me pushtetin vendor, ministritë përkatëse dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, është i domosdoshëm që secili të bëjë atë çka i takon në funksion të sigurisë. Prandaj, në këtë aspekt, kërkoj nga ju të dashur kolegë, vigjilencë të shruar në çdo pikë kalimi e në çdo stacion plazhi, në çdo rrugë dhe në çdo lagje, si dhe qytetari, etik, durim dhe humanizëm. Në çdo fjalë përshëndetse dhe fjali sqaruese që komunikoni me qytetarët dhe vizitorët nga mbar botë. Me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim, jam besim plot se këtë vit do të tregojmë shembullin që policia jonë është një polici evropiane moderne, të shpejt në reagim dhe në shërbim të plot të qytetarëve. Në kuadër të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë kësaj periudhe intensive kanë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejtë për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar me njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonate juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht dhe me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdo që lundron me mjet lundrues, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtoj përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorëve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për lehtësimin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezent. Dhe së fundi, kërkoj nga ju, kolegë të dashur, që dhe drejtues menaxherial dhe operacional, si dhe nga çdo punonjës policie që shërben në terren, angazhim maksimal, përkushtim, guxim, humanizëm, etik dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale dhe ligjore.
Vetëm në këtë mënyrë do të forcojmë më tej besimin e qytetarëve, do të garantojmë sigurinë e pushuesve dhe do t'u japim turistëve dhe pushuesve përvojën që meritojnë në një vend të sigurt, mikpritës dhe evropian. Le të bëhemi të gjithë ambasadorë të sigurisë, profesionalizmit dhe mikpritjes shqiptare. T'u japim qytetarëve besim, turistëve siguri dhe Shqipërisë imazhin që meriton. Ky është misioni jonë dhe jam i bindur që do ta përmbushim me sukses. Më keni në krah dhe bashkë me ju për përmbushjen e këtij misioni. Ju falemnderoj. Ju falemnderit i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm. Ftojmë komandantin e forcës detare kundra admiral Arsen Mullaj për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar Ministri i Punëve të Brendshme zoti Lamallari, i nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit drejtues Madhor Hita, të nderuar drejtues pushtetit vendor, të nderuar kolegë përfaqësues institucioneve shtetërore, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të Guarda Financa në Shqipëri. Sot jemi mbledhur së bashku për të theksuar edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit midis institucioneve ligj-zbatuese për të pasur një sezon të ri turistik të suksesshëm, një periudhë me rëndësi të veçantë për Shqipërinë, ekonominë e saj dhe imazhin që vendi ynë përcjell të mira turist vendas e të huaj që zgjedhin brigjet tona. Siguria në det për gjatë vizë brigetare mbetet një nga prioritetet kryesore të institucioneve tona. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet forcës detare, rojës brigetare, policisë kufitare dhe migracionit, kapitenisë përgjithshme të porteve, pushtetit vendor, inspektoratit të peshkimit, strukturat e emergjenca civile dhe institucionet të tjera ligjzbatuese është thelbësor për garantimin e një sezoni të qetë, të sigurt dhe të suksesshëm për të gjithë qytetarët shqiptar dhe vizitorët. Falë koordinimit vazhdueshëm, shkëmbimit të informacionit dhe planet përbashkët veprimit, ne kemi krijuar kushtet për monitorim më të mirë të hapësirës detare, reagim më të shpejt ndaj incidenteve dhe zbatim më efektiv të ligjit në gjithë territorin brigdetar. Një rëndësi të veçantë kanë pasur edhe trajnimet e zhvilluara për këtë drejtim, për përdorimin e mjetet vogla lundruese si gomone, jet ski e tjera, dhe këto trajnime përfaqësojnë një investim konkret në rritjen e kulturës së sigurisë detare dhe janë tregues i qartë i masave parandaluese që janë marrë për të minimizuar rrezikun e ngjarjeve të jashtëzakonshme në det. Çdo operator turistik, drejtues mjeti lundrues dhe përdorues i hapësirës detare duhet të jetë i ndërgjegjshëm se siguria është përgjegjësi e përbashkët. Respektimi i rregullave të lundrimit, pajisja me dokumentacion e nevojshëm, pajisja me elektë e shpëtimit janë elemente domosdoshëm për mbrojtjen e jetës njerëzore. Në mënyrë të veçantë kërkohet kujdes maksimal të lundrimit të mjeteve detare në afërsi të bregut, ku çdo ditë një numër i madh pushuesi zgjedhin të notojnë, të zhyten ose të zhvillojnë aktivitete të tjera rekreative. Respektimi i kufive të shpejtësisë, i korridorëve të lundrimit dhe i distancave të sigurisë në zonat e frekuentuara nga pushuesit është thelbësor për parandalimin e aksidenteve dhe ruajtjen e jetës njerëzore. Po aq i rëndësishëm është edhe respektimi i rregullave për qëndrimin dhe ankorimin e mjeteve turistike, në mënyrë që aktiviteti detar të zhvillohet në kushte sigurie dhe në përputhje me legjislacionin fuqi. Një tjetër aspekt që kërkon vëmendje dhe angazhimin e të gjithëve është mbrojtja e mjedisit detar. Dotja nga anijet dhe mjetet e tjera lundruese, hedhja e mbetjeve në det apo shkarkimet e palishme përbëjnë rrezik për ekosistemin detar dhe dëmtojnë potencialin turistik të vendit tonë. Ruajtja e pastërtisë ujrave dhe vizë bregdetare është një përgjegjësi që na përket të gjithëve. Shqipëria po konsolidohet çdo vit si një destinacion turistik gjithnjë më i rëndësishëm në rajon dhe më gjerë. Për këtë arsye, detyra jonë është të garantojmë që çdo turist dhe çdo qytetar të ndihet i sigurt, i mirëpritur dhe i mbrojtur gjatë qëndrimit në brigjet tona. Jam i bindur se me përkushtimin dhe e gjithë institucioneve, me profesionalizmin e strukturave ligjzbatuese dhe me bashkëpunimin e qytetarëve, ky sezon turistik do të jetë një tjetër histori suksesi për Shqipërinë. Në përfundim dëshiroj të uroj të gjithëve një sezon turistik të mbar, të sigurt dhe sa më të suksesshëm. Faleminderit. Ju falemnderit zoti Mullaj. Ftoj ministrin e punëve të brendshme zotin Besfort Lamallari për të mbajtur fjalën e rastit. Ka vite që Shqipëria po jeton një moment të jashtëzakonshëm, zhvillimi në turizëm. Ky është një fakt që na gëzon të gjithëve, sepse turizmi është në fakt një nga sektorët më jetik të ekonomisë sonë. Por ky sukses sjell gjithashtu edhe më shumë përgjegjësi. Kur një turist zgjedh Shqipërinë, ai nuk zgjedh vetëm një plazh, një mal apo një qytet historik. Ai zgjedh një shtet që e pret me dinjitet, që në pikën kufitare dhe mbron me profesionalizëm.
Përveç të ardhurar ekonominë, turistët sjellin edhe besim në termat e imazhit të vendit tonë, duke u bërë kështu ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në vendet ku ato jetojnë. Ne këtë duhet t'u kthejmë me shërbime më të mira, me më shumë siguri dhe patjetër edhe me më të mira që ofron vendi ynë. Një vend i sigurt nuk ndërtohet me fjalë, por me shumë punë e përkushtim, me njerëz që zgjohen të parët dhe flen të fundit. Dhe këtu e kam fjalën pikërisht për ju, për punonësit e policisë së shtetit, e cila ka barrën kryesore në këto muaj me fluks të lartë udhëtarësh dhe grumbullimesh në zonat turistike të vendit. Sezoni veror nuk është thjesht periudhë pushimi, është prova më e madhe e shërbimit tuaj. Ju, punonësit e policisë së shtetit, e dini më mirë se kushdo tjetër këtë angazhim. Ne kemi detyrimin të dëshmojmë se jemi gati me gjitha kapacitetet tona. Si kundër e dëgjuan dhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ne kemi marrë masat e nevojshme për të garantuar një sezon të sigurt, të qetë dhe të suksesshëm. Unë dua të ndalem veçanërisht në njësinë policore detare, e cila ka një rol parësor për të garantuar sidomos plazhet e vendit në mënyrë që të mos kemi incidente si në të kaluarën me mjetet lundruese. Kjo strukturë moderne, e ngritur për herë të parë në vitin 2023, sot është kthyer në një nga garancitë më të forta të sigurisë në hapësirën detare të vendit tonë. Nga Velipoja deri në Ksamil, nga brigjet e Adriatikut deri në ujërat e Jonit. Punonësit e kësaj njësie janë çdo ditë në shërbim të qytetarëve dhe pushuesve. Ata monitorojnë hapësirat ujore, parandalojnë shkeljet, kontrollojnë respektimin e rregullave të lundrimit, ndërhyjnë në situata emergjente dhe mbi të gjitha shpëtojnë jetë njerëzore, dhe kjo është dëshmuar edhe fal bashkëpunimit me partnerët tanë si Guardia di Finanza dhe agjencitë e tjera brenda vendit, ku sigurisht policia e shtetit ka mbajtur peshën kryesore. Vetëm gjatë vitit 2025, njësia policore detare dhe policia kufitare u kanë ardhur në ndihmë plot 231 qytetarëve dhe 80 mjeteve lundruese në vështirësi në det. Janë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese dhe është ndëshkuar çdo shkelje që rrezikonte sigurinë e pushuesve. Deti është hapësirë lirie dhe argëtimi, por njëkohësisht edhe hapësirë ku ligji duhet të respektohet pa asnjë kompromis. Edhe gjatë këtij viti, gjatë këtij sezoni turistik, njësia policore detare do të jetë aktivisht e pranishme për gjatë gjithë vijës tonë bregdetare. 35 motor ujë, personel i trajnuar, patrullime intensive në të gjithë vijën bregdetare dhe monitorim nga ajri me dron do të jenë në funksion të sigurisë së pushuesve. Po ashtu, përmes teknologjisë dhe lidhjes direkte me sistemin Teams, policia kufitare do të lejojë procedurat për jatet, velierat dhe mjetet e tjera lundruese që vizitojnë vendin tonë, duke ofruar kështu një shërbim më efikas dhe më të shpejtë. Policia kufitare është kështu fytyra e parë e shtetit shqiptar. Për miliona vizitorë që vizitojnë vendin tonë, është kontakti i parë që krijon përshtypjen e parë dhe të fundit për Shqipërinë. Prandaj, krahas garantimit të sigurisë kufitare, misioni i saj është dhe të ofrojë një shërbim profesional, korrekt dhe dinjitoz për çdo shqiptar dhe të huaj që vinë në vendin tonë, duke reflektuar vlerat e një vendi që aspiron dhe meriton të jetë së shpejti pjesë e familjes evropiane. Ky është modeli i Shqipërisë që po ndërtojmë. Një Shqipëri moderne dhe mikpritëse. Një Shqipëri që plotëson standardet evropiane duke ruajtur vlerat më të mira të saj. Një Shqipëri ku siguria ecën krah për krah me zhvillimin ekonomik dhe atë turistik. Dëshiroj të falenderoj çdo punonjës të policisë shtetit, të gjithëve ju, secilit për jush. Policisë kufitare, njësisë policore detare, për përkushtimin, profesionalizmin dhe sakrificën tuaj. Çdo ditë që ju punoni, çdo orë që ju i shërbeni qytetarëve, është shërbimi më i madh që e bëni vendit, imazhit të tij dhe ekonomisë shqiptare. Prandaj puna juaj nuk matet vetëm me statistika. Puna juaj matet me jetë të shpëtuara, me rendin e garantuar dhe mbi gjitha me besimin dhe perceptimin e një policie që është në krah të qytetarëve kudoherë që ata kanë nevojë. Le të punojmë së bashku që sezoni turistik 2026 të jetë sezoni më i sigurt dhe Shqipëria të zhvillojë akoma më tej numrin e turistëve të cilët vizitojnë vendin tonë,
qoftë pesazhet e mrekullueshme malore apo edhe ato detare, kulinarinë e mrekullueshme dhe ta bëjmë në këtë mënyrë një histori suksesi që frymëzon dhe tërheq botën. Shumë faleminderit. Ju falenderojmë zoti ministër. Të nderuar pjesëmarrës, ju faleminderit për praninë tuaj në këtë ceremoni. Modra